Të gjitha këto bën që 8 maj, pas lajmit të ditës, pas lajmit, kryelajm fare, ishte kryelajmi i datës 8 maj. Nuk gjeni një lajm tjetër në mediat botërore të transmetuar me kaq vlerësim sa që transmetua protesta kërngritja paqësore në bulevardin e Tiranës. Dhe egërësia e policisë së narkoshtetit. E solla këtu radhë parë, edhe si një vlerësim i jashtëzakonshëm për ata 10 mijëra shqiptarë që mbushen bulevardin në emër të përgjegjësisë qytetare, në emër të shtetit ligjor, në emër të ardhmes europiane të Shqipërisë. Ndaj dhe kërkoj të ndjekim së bashku sekuenca të shkurtra. Nova News, Shqipëria, tensione gjatë protestës së opozitës në Tiranë dhe video, vazhdo. Hedh vetë policia, edhe policia hedh, që u lanë piroteknike tani. Vazhdo. Reuters, Getty Image, urdhoni. Getty Image, e keni parasysh ç'është apo jo? Agjencia fotografive, agjencia më prestigjioze e fotografive në botë. Ja ku e ka. Kruja proteston. Ja u lexoj pak këto. Protestuesit u mblodhen para ndërtesës së kryeministrit dhe kërkojnë dorëheqjen e tij nga partia kryesore e opozitës. E akuzojnë qeverinë për korrupsion, e tjerë. Vazhdo. Zëri i protestuesve. Deutsche Welle. Televizioni Deutsche Welle. Radio dhe televizion është. Protesta kundër qeveritare në Shqipëri shtrohen në dhunë. I shtoi policia.